Policia e Tiranës ka finalizuar me sukses një tjetër operacion kundër trafikut të lëndëve narkotike me post nga SBA. Gjatë operacionit të goduar dërgesa 3, u arrestua në flagrancë 28 vjeçari Albion Smerkaj, banues në Fier, i cili u kap në një degë postare duke marrë një pako me rreth 135 gram kanabis sativa me përqindje të lartë THC. Gjatë kontrollit, shërbimet e policisë sekuestruan gjithashtu edhe 3 aparate celular. Operacioni u organizua nga seksioni për hetimin e narkotikeve në bashkëpunim me forcën e posaçme operacionale të DVP Tiranë, Drejtorinë vendore të policisë Fier, Komisariatin e policisë Rinas dhe filialin qendrat tranzite të postës shqiptare në drejtimin e prokurorisë së Tiranës. Një ditë më parë u goditën dhe 2 raste të trafikimit të kanabisit me origjinë nga SBA në Tiranë dhe Elbasan, duke sekuestruar 3 pako me total prej 7.7 kg kanabis sativa me përqindje të lartë THC. Në kuadër të operacionit dërgesa 1 u arrestua në flagrancë në Elbasan Rakip Hoxha, 32 vjeç, teksa merrte në një degë postare 2 pako me rreth 4 kg kanabis. Ndërsa gjatë operacionit dërgesa 2, në një degë postare në Vlorë u identifikua dhe shpall në kërkim Flavio Islamaj, 21 vjeç, i dyshuar se do të tërhiqte një pako me rreth 3.7 kg kanabis. Policia po vijon punën për kapjen e 21 vjeçarit të shpallur në kërkim, si dhe për identifikimin dhe ndjekjen e personave të tjerë të përfshirë në aktivitetin kriminal, pasi dyshohet edhe për të tjerë bashkëpunëtor. Me këto ndërhyrje çojnë në 6 numrin e rasteve të trafikimit të kanabisit nga SBA, të goditura vetëm gjatë kësaj jave nga Policia e Tiranës, me një total prej rreth 10 kg lëndë narkotike të sekuestruar dhe 8 persona të implikuar të identifikuar. Materialet procedurale janë referuar në prokurori për veprime të mëtejshme.